Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dinamika më e fundit që po ndodhen në shtëpinë e Big Brotherit në fakt ka nisur që nga mbrëm, është Casey dhe Stelina, ku mesi i këtij çifti, mesi i kësaj dashurie, u bë Kristi. Kristi, i njohur në fakt për mënyrën e tij të ndërhyrjes, për mënyrën e tij të folurit, e përgëzoj, është një lojtar shumë i fortë, është një banor shumë i fortë dhe po i provokon banorët aty ku ju dhëm. Por siç duket, Stelina dhe Casey nuk e përballojnë dot të pjesën. Nëse do të flasim për dy pjesë të ndara, shoh një Casey që më duket shumë i sinqert, shumë i drejtpërdrejtë dhe i vërtet, por shumë impulsiv. Natën e mbrëmshme, nëse nuk do të ishte Flori dhe nëse nuk do të ishte edhe Miri, Casey do ta kishte rrahur Kristin, gjë që në fakt ne nuk duam ta shohim këtë në Big Brother. Por Casey ka haruar dhe nuk e kupton dot që ka hyrë në një lojë nervash dhe banorët aty do të provokojnë në të gjitha gjërat. Ndërsa nga ana tjetër, Stelina, një vajzë e cila e do Caseyn shumë, e dashuron Caseyn, por nuk i bindet urdhrave të tij, që në fakt në një marrëdhënie, në një lidhje, urdhrat janë shumë të rëndësishme. Dhe jam duke parë një çift që në fakt po merr një vëmendje jashtëzakonisht të madhe. Casey edhe sot është duke mbajtur inatin, është duke mbajtur mllefin se përse Kristi erdhi më prishi momentin më të çmuar me ty, ndërsa Stelina është e penduar që Casey t'ja ka dhënë mundësinë që të darkonte në një mbrëmje romantike nga kultura që ai ka dhe ajo e quan mos respekt, sepse Casey mundohej që ta kufizon në lojën e saj dhe në takimet e saj dhe në të ndenjurat e saj brenda shtëpisë. Me thënë, ka nisur një luftë që thelbi i kësaj lufte është Kristi. Nuk e di se ku do të mbëri Casey dhe Stelina, do me thënë nuk shoh këtu një paqe në marrëdhënien e tyre, po shoh vetëm zënka dhe vetëm agresivitet, zënka të cilat tani po përdoren edhe nga banorët dhe Casey në fakt shndrohet në një nga banorët më të komentuar brenda shtëpisë. Nuk e di në qoftë se e bën këtë për të qenë pjesë e Prime-it dhe për të dalur në Prime, apo e bën sepse e don Stelinën. Janë një çift që vijnë nga jashtë, do me thënë arsyeja e ndarjes ka qenë pikërisht këto probleme, që Stelina nuk ka mundur dot t'i përballon me Caseyn dhe siç duket, do me thënë Casey vazhdon përsëri në të njëjtin rrugtim. Zënka është shumë e madhe brenda në shtëpi, dinamikat janë shumë të mëdha, po ndjek me detaje çdo gjë të këtij çifti për të kuptuar në fakt se si do të vazhdojnë në ditët në vazhdim.